Shpresoj që të gjithë njerëzit na bashkohen që të mundemi të nga kjo grevërie kryeministrit t'i jap zgjidhje gjithë kësaj papunësie e cila po na mbyt në çdo familje. Ne jemi këtu dhe jemi dhjetëja e kryesisë të cilët kemi vendosur për të hyrë në grevërie. Kërkojmë që të zbatojnë të gjitha vendimet e gjykatave. Sa vendime janë, zonja Qevzezi? Janë shumë, unë do t'i bëj publike në orët në vijim, sepse kam të gjitha dokumentat përkatëse, kam të gjithë personat e larguar të regjistruar në këtë shoqat me identitetet përkatëse dhe shkresat e largimeve. Kërkesa e parë është të kthehen në punë të gjithë larguar i pa të drejtë në kundërshtim me ligjin. Të zbatohet ligji për nënpunësin civil, që do të thotë mbas 1 tetorit të gjithë ne jemi në punës civil, që do të thotë ne duhet ishim në vendet tona të punës tashmë dhe jo në rrugë, jo në këtë grevë, sepse duhet të ishte njohur meritokracia, ne të ishim vendosur në një konkurs ku të vendose a ishim të aftë për atë vend pune apo jo. Nëse ne nuk ishim të aftë, ne largoheshim. Po jo kështu të hedhur në rrugë me justifikime, ristrukturimi. Të gjitha shkresat është e çuditshme. Të gjitha shkresat e të larguarve janë me justifikimi, ristrukturim. Të zbatohen vendimet e gjykatave. Pika 4 të garantohet transparencë me numrin e punonjësve të larguar. Po qëndroj pa këtu sepse Harito deklaron një shifër 236 nënpunës, të cilët janë në listë pritje. Po gjithë personat e tjerë që unë sot i kam të regjistruar në shoqat, çfarë janë ata? Nuk janë njerëz? Të gjitha këto përgjigje i presim nga zonja Harito.